Elhamdulillahi wa kafa, wa salatu wa salamu ala nabiyyina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Allahun azza wa jalla falenderojmë, salavatet dhe selamat Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. I dërgojmë të nderuar, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vazhdojmë komentimin e fjalëve të Allahut azza wa jalla dhe atë ajetet kuranore nga sura Al Imran. Ku sot me lenin Allahut fillojmë ajetin numër 51 e më tutje sa do të mërim inshallah në ep ju më rashnet. Në këtë ajet kuranor Allahu te bareke ve teala tregon për fjalët e Isës alayhis salam që a thot beni Israilve. I vetëdison ato se është pejgamberi Allahut u a bën mëse të qartë mrekullit që Allahu ja ka dhënë dhe ka veçuar me ato Isën alayhis salam, dhe këto janë veçori që Zoti i ka pas vetëm e vetëm Isa alayhis salam dhe janë mrekulli me të cilat është veçuar nga shumë pejgamberë tjerë me këto mrekulli. Pastaj thot Allahu te bareke ve teala për atë që Isa alayhis salam u thot beni Israilve wa musaddiqan lima bayna yadayya min at-Taurati wal Injil. من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. Thot dhe unë jam dërgu pejgamber i Allahut dhe njëkohësisht besoj dhe sinqerisht e pranoj, e bëj tasdik, e pranoj dhe praktikoj atë që Allahu ja shpalli Musës alayhis salam nga Teurati. Isa alayhis salam ju thot beni Israilve, edhe pse unë jam pejgamberi i Allahut dhe kam shpalljen time me Injilin, unë e pranoj Teuratin se është libër i shpallur që Allahu ja shpalli Musës alayhis salam. Dhe e bëj tasdik dhe përmendet pse shpallja e Injilit ka qenë plotësimi i Teuratit. Shpallja që Allahu ja dërgoi Isës alayhis salam është vazhdojshmëria e asaj që Allahu ja shpalli Musës alayhis salam me disa ndryshime të vogla, saqë edhe përmendet që edhe në sheriatin e Isës alayhis salam ka qenë ndaluar që të shtulen me dalë edhe me gjujt peshk. Sikur që kanë pas të ndaluar jehudit beni Israilit më herët në shpalljen që Allahu në Teurat ja dërgoi Musës alayhis salam. E pastaj thot wali uhilla lakum ba'd alladhi hurrima alaykum. Dhe nga veçoritë e mia është fakti që unë juve do t'ua lejoj disa gjëra që juve u apat ndalu Allahu në kohën e Musës alayhis salam. Dhe nga kjo thon dietarët se sheriati i Musës alayhis salam ka qenë më i rëndë dhe më i vështirë se sheriati i Isës alayhis salam. Dhe se vetë shpallja e Isës alayhis salam nuk kuptonte lehtësim tek beni Israilit. Se Injili erdhi me lehtësime tek beni Israilit. Edhe në sajë të saj, edhe pse përmendi se kanë qenë të ngjashme dhe një pjesë e obligimeve që i patën beni Israilit në kohën e Musës alayhis salam vazhduan që të i kenë edhe në kohën e Isës alayhis salam, veçoria është në të që Isa alayhis salam u lehtësoi disa gjëra që ishin të vështira në kohën e Musës alayhis salam. Erdhë me lehtësime prej Allahut te bareke ve teala. Në sajë të saj thuhet që Allahu u lejoi beni Israilve ngrënien e mishit të devës, se në sheriatën e Musës alayhis salam jehudit beni Israilit më mirë thonë e patën të ndaluar me ngrënien e mishit të devës, e patën të ndaluar me konsumimin e kaviarit, vezëve të peshkut në kohën e Isës alayhis salam, po e njëjta ju lejua atyre, dhe patën shumë keqkuptime dhe divergjenca në komentim në vetë llojin e beni Israilve në sheriatin që Allahu apat shpall në kohën e Musës alayhis salam. Se pas vdekjes së Musës alayhis salam
ata mes vete u konfrontuan dhe një pjesë i komentuan më ekstrem dhe më rrept disa citate që ishin në Torën, në Teoratin më mirë thonë, kurse një pjesë tjetër e Beni Israilve i komentuan me lehtësime, po të njëjtat argumente. Dhe kështu mes tyre kishte një përçarje shumë serioze që kishin hapësirë me i komentu argumentet fetare prej Torës me lehtësime apo me vështirësi. Ardha e Isës a.s. i pkuti këto divergjenca dhe këto përçarje në mesin e Beni Israilve dhe Isa a.s. shkoi në versionin e lehtësimit, natyrisht me leje për Allahu te bareke ve teala, duke ia shpall atij Injilin, dhe këto lehtësime u përcjell Beni Israilve. Dhe ju thot nga veçoritë e mia, krahas faktit që unë e pranoj dhe vazhdoj të gjykoj pjesërisht me disa argumente nga Teorati, nga Tora juaj, mua Allahu më dërgoi edhe pejgamber që unë juve të sjellë lehtësime. Të sjellë lehtësime. Tu a bëj makollaj jetën fetare dhe jetën shoqërore. Andaj thot Allahu te bareke ve teala, "Wa li uhilla lakum ba'd alladhi hurrima alaykum." Madje ajeti kuranor thot dhe unë juve do t'u lejoj disa ndalesa që Allahu juve u pa të ndalu më herët. Llogariteni, nëse një pejgamber vjen dhe një popull i thot, "Çka që keni pas deri dje haram, i sot e keni halal." Këto duhet më gëzu me dash më tepër këtë pejgamber apo duhet të urejnë? Logjika e shëndosh është që më gëzu njerëzit dhe me dash më tepër këtë pejgamber. Një pjesë e jehudive, një pjesë e Beni Israilve, fillon me urejt Isën a.s. madje edhe me e akuzu dhe me shpif për te. Kush është ky me na leju diçka që Allahu neve na i ka ndalu. O njerëz, gjithë argumente po shihni se po i ngjalli të vdekurin me lejen e Allahut dhe përmend emrin e Allahut, bismillah, me lejen e Allahut, quaj vdekun. I mshek e volit Isa a.s. dhe u çoj ke vdekur. Megjithatë e shifnin me sytë e veta. E shifnin me sytë e veta. Njeriu që 50 vite, 60 vite, 70 vite ka qenë i verbër, Isa a.s. ja fërkon të sytë dhe thonë të fillon me pa me lejnë Allah të barake ve taala dhe fillon të njeriu që të sheh. Gjithë e dinin me dekada i verbër, për sëri ata nuk e besonin dhe nuk e respektonin Isën a.s. Dhe Allahu të regon se me çfarë metodologjie Isa a.s. ju qas thirrjes së tij Beni Israilve që t'i thret nga errësira e dritë. O njerëz, ju tha, atë që keni të ndaluar jam duke u leju, atë që keni pas haram, po a bëj halal sot, po a lehtësoj. Dhe shumë ndalesa që i kishin Beni Israilit në kohën e Musës a.s. Allahu e shpalli Injilin, që përmes Injilit, përmes kësaj shpallje, atyre mu anësu jetën fetare dhe shoqërore. Por përsëri, ai që ka problem me sinqeritetin, ai që ka problem me zemrën e tij, përsëri atij diçka i duket keq dhe dallash. Wa ji'tukum bi ayatin min rabbikum. Dhe i tha Isa a.s. dhe unë juve ju ku marr me argument nga Zoti juaj. Ju ku marr me Injil, me shpallje, ja ku është Injili. I shpallën prej Rabbul Alaminit. I shpallën prej Allahut te bareke ve taala. Ju e dini si është shpallja e Allahut, keni përvojë me Teoratin, e keni pa Teoratin, Torën e keni pa. Ja ku është edhe Injili. Ja ku janë edhe këto argumente, këto mrekulli që Allahu më dha. Çfarë ju mbetet juve pas kësaj, që mos më besu dhe mos më pasu? Ky ishte mesazhi me të cilin mesazh Isa a.s. ju drejtohet Beni Israilve. Fattaqullaha wa ati'un. Keni frikën e Allahut. Keni droj. Dhe keni frikë
këtë kryes të madh, wa ati'un, dhe pasoni rrugën time. Nëse keni frikën e Allahut, do të më pasu rrugën time. Nëse se keni frikën e Allahut, atëra ju do ta pasoni rrugën time. Ai që ka frikën e Allahut, ai që ka zemrën e mirë, ai pason rrugën e vërtetë. Dhe kjo është argumenti më i mirë se zemra e mirë të shpije kundrejt asaj me cilën Allahu është i kënaqur. Nuk mundet një njeri me pas zemrën e mirë e me refuzu besimin në Allahun te bareke ve teala. Atëherë kjo zemër ka devijim serioz, ka smundje serioze, pasi që nuk i përkulet madhnisë Allahut te bareke ve teala. Se zemra e shëndosh dhe shëndeti i mirëfillt i zemrës anon dhe ngreh ka përkulja drejt Allahut te bareke ve teala. Andaj ju tha Isa alayhis salam, "Fattakullah", keni frikën e Allahut. Dhe këtu thonë dietarët që Isa alayhis salam me këtë edhe i paralajmëron, keni frikën e Allahut. Gjithë të argumente, gjithë të mira, madje edhe Injili po vjen konform sheriatit të Teuratit, nuk po vjen diçka e re, nuk po vjen diçka ndryshe. Jam nga mesi juaj, nga Beni Israelit. Vetë Isa alayhis salam nga mesi tyre, nga lloji i tyre. I njori ditën kush jam, çka jam, më keni pas, unë jam pejgamberi i Allahut, se kom fol duke qenë foshnjë. Si jam ja banxhiu në këtë, keni pa mrekullitë e Zotit tek unë prej ditës që kam lind. Po angjallit të vdekurit, po ashërojt të sëmurit, me lejnë Allahut, nga lloçi po ju bëj shpesë të ndryshme. Po e shifni se plumbin po e ndreqi prej lloçit dhe po i fri dhe po i vjen shpirti me sytë juaja, po e shifni. A petë mos me mbesu, keni frikën e Allahut, se dënimi i Allahut nuk është larg. Wa ati'un, dhe nëse keni frikën e Allahut, se dikush deklaroheshte nga ata se ka frikën e Allahut, ju thonë te Isa alayhis salam, jo, nëse keni frikën e Allahut, do të më marrë mbrapa. Me bo siç po tham unë, me praktiku atë që unë po urdhëroj, që më vjen shpallje për Allahut te bareke ve teala. Inna Allaha rabbi wa rabbukum fa'budu, hadha siratun mustaqim. Ju tha Isa alayhis salam, me të vërtetë Allahu është Zoti jem dhe Zoti juaj. Fa'budu, adhuroni Allahun, mos i bëni Allahut shirk. Dhe kjo është argumenti më i fuqishëm dhe më i fortë ndaj gjithë atyve që mashtrojnë dhe pretendojnë se Isa alayhis salam, Zot na ruaj, është Zot apo biri i Zotit. Isa alayhis salam thot, inna Allaha rabbi wa rabbukum, Allahu është Zoti jem dhe Zoti juaj, fa'budu, adhuroni Allahun te bareke ve teala, jo mua, jo Isa alayhis salam. Adhuroni Allahun, hadha siratun mustaqim. Se kjo është rruga e vërtetë. Kjo është rruga e drejtë. Kjo është rruga e shpëtimit. Kjo është rruga më e drejtë, më e shkurt, më e afërt, që të çon kundrejt xhenetit që Allahu ka përgatitur për besimtarët imani që kanë besuar në Musën, në Isën dhe në Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe shumë pejgamber të tjerë. Kjo është rruga më e shkurtë. Pa shumë lodhje, pa shumë ngarkesa, e thjeshtë. Hadha siratun mustaqim. Dhe po e vareni se dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam të njëjtën u tha sahabëve kur e vizitoi atë rrugën, tha kjo është rruga ime dhe në gjatë dhe në majtë vizitoi do viza dhe ju tha këto janë rrugicat që çojnë në xhenem, që kjo rruga është ajo rruga e drejtë, më e shkurta për në xhenet. Pastaj thot Allahu azza wa jalla në ajetin numër 52, falamma ahassa Isa minhum al-kufra qala man ansari ila Allah. Thot Allahu te bareke ve taala, kur Isa alayhis salam e vërejti kufrin në mesin e tyre, ihsas e ndjejti. Hasse e hisso është ndjeja me pas. Dhe Isa alayhis salam ishte rarpamës vizionar kur vërejti se Beni Israelit janë duke ecë kundrejt kufrit dhe janë të deviju,
Janë të shku kundrejt asoj me mohu pejgamberdhukun e Isis a.s. Tha Isa a.s. I mledhi Ben Israel dhe tha: Men ansari ila Allah. Kush prej juve është shoku jam? Kush prej juve është për krahësi im? Kush prej juve është miku im? Kush prej juve do të qëndron afër meje? Qal al-hawariyun. Than hawariyunët. Hawariyunët që përmenden në këtë ajet kuranor. E para men ansari ila Allah. Kush ka me ndihmu në rrugën kundrejt Allahut te bareke ve taala. Shifeni dashur vëllezër, çdo pejgamber ka pas hawariyunët e vet. Dhe çdo hoç që është trashëgimtari i pejgamberëve i ka hawariyunët e vet. Dhe krejt pejgambert kur përmenden me hawariyunët e vet. Andaj tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam: "Li kulli nabiyyin hawariyun." Krejt pejgamber kanë pas dostartë vet, shokët e vet. Njerëzit e afërt vet, që kanë nejt mbrapa dhe kanë përkrah pejgamberin e tyre me çdo sen që kanë pas. Ato pejgamberit Allahut i kanë ti veç rrugën e Zotit hece. Punë tjera neve na ki këto. Na të rinë mbrapa. Na flojmë për ty. Na sakrifikojmë për ty. Subhanallah. Subhanallah. Kjo është begati dhe epitet shumë i madh kur Allahu ja jep dikujt, sidomos në zamanin edhe që na jetoj. Që dikush të gradohet me këtë grad, me qenë në krah të djathtë tek trashëgimtarët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, tek ulemat, tek xhallarët. Jo çdo kujt Allahu ja mundson. Andaj ansari ila Allah i ka thonë Isa alayhis salam, kush do mbot i afërt jem, ndihmtar jem, përkrahësi jem në rrugën e Allahut te bareke ve taala. Kjo rrugë është e Allahut, s'është as e emja, as e Isës, as e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, as e Musa alayhis salam. Është rruga e Allahut. Allahu e ka kriju këtë rrugë dhe Allahu ka përcaktuar kështu këtë rrugë. Krejt pejgamberët me gjithë havarionët e tyre kanë qenë ata të cilët kanë ecë në drejtim të kësaj rruge. Dhe Allahu ua ka mësuar atë rrugë. Ka kriju pejgamber, ka kriju edhe Melaçe Xhibril, që enka se ka pas detyrë dhe vazife me ardh pejgamberëve, mua shpall dhe mua vizatu këtë rrugë. Mua sqaru me ajetet kuranore që Allahu i ka fol dhe i ka mësu pejgambert e ti që me hecë në këtë rrugë. Kelamullah, fjalë të Allahut janë këta. Andaj Kurani është kelamullah, fjalë e Allahut, çka ka folë Allahu është shkruajtur në këtë libër të shenjtë. E i tha Isa alayhis salam ansari ila Allah, kush ka me qenë për krahët e mi në rrugën e Allahut. Andaj Medinelit u quajtën ansar. Kur me kelit nuk e lejonin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me thonë asnjë fjalë të hajrit në Mekë, Medinelit i dulën krah pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe përkrahën dhe ndihmuan që ai me thonë fjalën e mirë, madje edhe u përballën me gjithë ata që dështën me i bë dëm pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E sa të rrezikuan pasurinë e tyre, rrezikuan sigurinë e tyre, rrezikuan qytetin e tyre, mirëqenien e tyre, madje edhe u hasmun me gjithë gadishun arabik vetëm pse pranuan me përkrah dhe me ndihmu Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kështu janë ansartë e pejgamberëve. Kështu janë ansartë e hoxhallarëve. Kështu janë hawariyunët. Kështu janë Abu Bekrët në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, hawariyunët në kohën e Isës alayhis salam dhe Musës alayhis salam, kështu janë Abu Bekrët e zamanit tonë. Që janë në gjendje me fliu, sakrifiku, çdo send për hir të Allahut azza wa jall dhe për hir të rrugës së Allahut te bareke ve taala, që asoj rrugë gjithnjë i kanë prit dhe i prin pejgamberët apo trashëgimtarët e pejgamberëve, ulemaja, hoxhallarët, Zoti i ruaj dhe i bekov kudo që janë ata, me gjithë havarionët e tyre. Pastaj
Qal al-hawariyun nahnu ansarullah. Than hawariyunët. Hawariyunët I kanë komentuar në komente të ndryshme. Dikush ka thonë se ka qenë një grup e peshkatarëve, burrave të mirë, devotshëm, që ata nuk kanë gjujt peshk ditën e shtunë. Kanë qenë njerëz devotshëm e të mirë. Dikush ka thonë jo, këto kanë qenë njerëz që kanë qenë të mbyllët në përfaltore dhe vetëm Allahun e kanë adhuruar dhe kanë pritur ardhen e Isës alayhis salam. E kur ka ardhur Isa alayhis salam I kanë bashkangjit rrugës së Isës alayhis salam. Jo, sipas asaj që përmend Ibn Kathir rahimahullah, hawariyunët janë njerëz të mirë devotshëm të profesioneve të ndryshme që janë bashkangjit dhe janë bërë bashkë një grup për ta përkrahur dhe ndihmu Isën alayhis salam dhe thirrjen në rrugën e Allahut te bareke ve teala në atë kohë që ka qenë thirrja sipas asaj që Allah e ka shpall në Injil. Thanë ata nahnu ansarullah. Thanë na jemi ata që kanë me ndihmu dinin e Allahut te bareke ve teala. Që kanë me ndihmu shpallën e Allahut azza wa jall. Amanna billah washhad bi anna muslimun. Ka thonë ne kena besuar në Allahun azza wa jall. Kena besuar në Allah. Dhe këto janë muwahidat në kohën e Isës alayhis salam, që kanë besuar në Allahun te bareke ve teala. Washhad bi anna muslimun. Dhe ti o pejgamberi jon dëshmo se na jemi besimtar. Se na jemi dorëzu dhe nështru kësaj thirrjen të cilën thirrjet ti e duke na thirr. Andaj hawariyunët janë muslimanë të zamanit të Isës alayhis salam. Gjithë ata të cilët I kanë pasu pejgambert e tyre në hak, ata kanë qenë muslimanë të atij zamani asaj koha. Andaj këtu Allahu te bareke ve teala thot washhad bi anna muslimun. Për të cilë këtu thënjën e hawariyunëve të cilët I kanë thonë Isa alayhis salam dhe bëu dëshmitar në dunjën e ahiret se na jemi ata të cilët janë nështruar fesë Allahu te bareke ve teala. Shpallës të cilën Allahu shpall dhe ty ta ka shpall. Pastaj kanë thonë Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'a ash-shahidin. Ka thonë o Allah, amanna, na kina besu bima anzalta në atë që ti e ke shpall, në Injilin që ti e ke shpall Isës alayhis salam. Wattaba'na ar-rasula, dhe na kemi pasu këtë pejgamber që ti e ke dërgu. Washhad faktubna ma'a ash-shahidin, dhe neve na regjistro në grupin e atyve që kanë dëshmu se kanë besu në rrugën hak dhe të vërtet. Na regjistro në atë regjistër. Deri në ditën e gjykimit përmendemi dhe Allahu te bareke ve teala po të njëjtën ja shpall Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe ja mëson që ky grup I hawariyunëve njerëzve të mirë të mbetet dhe të përmendet deri në ditën e gjykimit edhe tek ummeti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam edhe që na sot jemi duke lexuar të njëjtin ajet Kur'an. Wa makaru wa makara Allah wallahu khairul makirin. Thot Allahu azza wa jall wa makaru. Dhe beni Israilit banën kurth, banën hile. Çfarë kurthe, çfarë hile banën? Shkuan te mbreti romak. Dhe I than, ka dal njëri që është fëmijë zinaje, është kopil. Që nonën e ka lavire. Për Isa alayhis salam, thonë njerëzit që e kanë pa me sytë e vetë se Isa alayhis salam duke qenë foshnje, ka thonë inni Abdullah, unë jam robi I Allahut. Për një njeri që nana e tij kur s'ka dal nga Mesjidul Aksaja dhe ka qenë e përkushtuar vetëm në adhurim, e kanë ditë se është gruaja më e devotshme në Beitul Maqdis, në Sham. Gjithë e kanë ditë devotshmërinë e Mariamës, radhiyallahu anha. Shkuan te mbreti Ramak, than ka dalë njëri që nonë e ka lavire dhe është fëmijë zinaje, si ditë kush është baba. Ka baba, ma nuk I ditë kush është baba. I rrej njerëzit është serbas, është mashtrues, u merr njerëzve
pasurin pa hak, u argjën me të pa drejt, organizon grupe dhe ka plane të erta që aje edhe me bo grushtet, me ta marrë edhe pushtetin ty, o mbrat. Dhe i thanë, mirash që te me marrë masa kundra këti dhe gjithë kohës shkonin dhe nëzitnin mbretin dhe shpifnin dhe shtonin lafe, për Isën a.s. deri sa ja mushën mendën mbretit, romak, që ajë të dërgon ushtri, e që ajo ushtri të e vret Isën a.s. Wa mekar Allah, thëtë Allah azza wa jall, dhe Allahu ju bëri atyre kurth. Ata banën kurth dhe Allahu atyre ju bëri kurth. Çfarë kurthi ju bëri atyre Allahu te bareke ve taala? Kurthën që a bëri atyre Allahu azza wa jall është kurtha më e mirë, sepse Allah thot wallahu khairul makirin, dhe Allahu është kurthtari më i mirë. Allahu azza wa jall nuk gëzon që të emërtohet me emrin që është kurthtar, që nuk është, por është sife muqabele, është nga fuqia e tij absolute që Allahu azza wa jall kurthtarëve kurthat më u akthi. Se sikur se Allahu mos të kishte kthy kurthat kurthtarëve, kjo do të konsideroheshte mangësi në madhështinë e tij. Dhe Allahu azza wa jall vetëm kur e përmend se Allahu është kurthtar dhe u ka kthy kurthat kurthtarëve, bën me përmend në këtë konotacion, për ndryshe nuk thuhet që nga emrat e Allahut është makir. Kjo është sife muqabele. Është emër që përmendet vetëm aty ku Allah e ka përmend, ku ka pas nevojë për një gjë të tillë. Se Allahu askujt për njerëzimit nuk i bën kurtha, përpos se kurthtarëve kur e kërkon nevoja dhe rrethona. Dhe pikërisht në këtë konotacion Allahu te bareke ve taala bashkëti njeriu që shpifi dhe trilloi ashtiris se është njeriu i afërt dhe i sinqert i Isës a.s. Allahu te bareke ve taala kur erdh ushtria romake me vra dhe me mbyt Isën a.s. Allahu e mori Isën a.s. në qiell dhe mbrojti nga vrasja dhe ajo nga dora e ushtrisë romake, dhe ftyrën e Isës a.s. dhe fizionominë e tij i dha pikërisht personit që shpifi dhe trilloi për Isën a.s. dhe ushtria romake e mori dhe e vrahu njeriun që spiononte dhe shpifte pikërisht për Isën a.s. dhe deshti që kurthën t'ja bën Isës a.s. ajo kurth ju kthye nga Allahu azza wa jall pikërisht atij njeriu që dashti t'i kurdis kurth Isës a.s. pejgamberit të Allahut azza wa jall. Do të vazhdojmë inshallah në javën e ardhshme. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.